Mirëmbrëma, është e martë ora 20:30 dhe ju jeni drejt për drejt me Zoom këtu në TVM2. Sot do të dalim jashtë aktualitetit politik dhe do të flasim me Armërin, me rinin. E kemi titulluar këtë emision Rinia në politik, shpresë apo kopje e të vjetrës. Për shkak se do të diskutojmë sa janë të rinj zëri i ndryshimit që presim, apo shërbejnë si dekor i ri për një model të njohur. Në këtë debat do të trajtojmë rolin dhe ndikimin real të rinjave në politik. A guxojnë të sfidojnë, a kanë zë të tyre, apo thjesht përsërisin diskursin dhe sjelljen e liderëve të tyre. Në studio me ne për të diskutuar pa doreza, Arnor Maliqi nga Vlen, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Kratësia është e jona. Bujar Sopa nga Bashkimi Demokratik për Integrim, përshëndetje Bujar. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Kratësia është e jona, si dhe analisti Faton Alili. Përshëndetje Faton, mirë se erdhe në Zoom. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi t'ju kem në këto minuta në vazhdim për të diskutuar rreth të rinjave, rreth politikave për të rinjtë e kështu me radhë. Arnor, do të filloj me ju, pse zgjodhet politikën si angazhim personal? Çfarë doni të ndryshoni konkretisht? Fillimisht, ju faleminderit edhe një herë për ftesën, të pjesa tjetër se pse zgjodha politikën si angazhimin tim personal ose pse zgjodha këtë rrugtim, është arsyeja sepse çdo herë kam pasur dëshirë që të kontriboj në të mirën e shoqërisë, duke marrë parasysh se shumica e problemeve të cilat i kanë tangut qytetarët me atë sa kam parë unë si një i rinj të kaluarën kanë qenë pikërisht të dalura ose të prodhuara nga rinia. Kam menduar që vetëm nëse kyçem direkt në politik do të arrijmë që bashkarisht me të rinjtë që mendojmë njëjtë si unë t'i bëjmë ato ndryshime konkrete për të rinjtë dhe për gjithë qytetarët në përgjithësi. Bujar, e njëjta pyetje vlen edhe për ty. Se zgjodhe politikën si angazhim personal dhe çka është ajo që do të kishe dashur të ndryshosh? Përshëndetje edhe një herë dhe faleminderit për ftesën. Është nder për mua si kryetari i Forumit Rinor nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nga Dega Butelit, të jem pjesë e këtij debati të rëndësishëm për rinin. Politikën e kam zgjedhur si angazhim personal sepse besoj që të rinj nuk duhet të jenë vetëm dekor në fushata apo fotografi për jetët sociale. Rinia duhet të jetë zë aktiv në vendimmarrje, të mos jetë spektator por faktor kyç në proceset politike. Unë dua që përmes këtij angazhimit tim politik të ndikoj që problemet e rinisë, si mungesa e mundësive, punësimit dhe përfaqësimit të trajtohen realisht dhe me përgjithësi. Ne duhet të jemi pjesë e zgjidhjes dhe jo të presim gjithmonë zgjidhje nga të tjerët, sepse politika rinore janë pikat kyçe për të rinj dhe për një shtet dhe çdo i ri duhet të angazhohet që të krijojë ndonjë ide apo iniciativë për të implementuar për ndryshim të standardeve dhe jetesave të rinjve në Maqedoninë e Veriut. Faton, ti nuk je pjesë e partive politike, por politikën e përcjell shumë prej së afërmi. Pse ke vendosur që të mos jesh për momentin pjesë e ndonjë strukture politike në vend? Shikoj Ersan, bindjet e mia dallojnë nga bindjet e nga dy bashkëpjesëmarrëse këtu në emision. Unë mendoj se vazhdon ende avazi i vjetër i politikbërjes tek ne në Maqedoni, avaz i 25 viteve të fundit, ku të rinjt shfrytëzohen nga liderët paraprak të partive politike vetëm për fushata, kampanja, konferenca, tubime të ndryshme, me një fjalë i shfrytëzojnë të rinjt në për sfonde, në për backgrounde, i angazhojnë të rinjt të dalin para zgjedhjeve, të mbledhin vota konkretisht, e më pastaj me ato vota, kur të merret pushteti në vendimmarrje, kur të merret pushteti tamam aty ku duhet, të rinjt harrohen në forume. Beso se këtë e kam vërejt jo vetëm unë, po ka një pjesë të madhe të rinjve që nuk e mendojnë të përfshihen edhe në politikë, po ka edhe më keq. Kanë vendosur ta braktisin vendin. Kjo është ajo pikpamja fillestare se si unë, po të paktën edhe shumë miq që kam, se si e shohim politikbërjen këtu tek ne në Maqedoni. Më thonë me një fjalë, tek ne rinia nuk ka peshë në vendimmarrje. Në atë moment, në atë ditë që kryen zgjedhjet, ne kemi të bëjmë me lider mahallash. Do të thonë një i ri është i detyruar të shkojë mbas zvarr një lidere të mahallës për të kyçur me një punësim të caktuar. E më pastaj ai detyrohet të heshë në institucione. E kur ka heshtje, atëherë fillon kolapsi më i madh edhe të merri më i madh. Besoj unë. Po do flasim në vazhdim edhe në lidhje me ato që i përmendë ti, më duket se kishe një replikë.
ta lejojmë të vazhdoj debati, po deshta më ndërlidh pak a shumë tek pjesa se ne si vlen si funksionojmë me rinin edhe si veprojmë kundrejt rinis ose komfort me rinin. Nuk është ashtu si thua ti, unë jam vet i ri dhe e di që ky avaz ka qenë i përdorur shumë gjatë nga partitë ndryshme politike për t'i keq përdorur rini dhe për t'i përdorur vetëm si dekor, mirë po faktet e kësaj qeverie të fundit flasin ndryshe. Qëse marrëmi për shembull grup moshën e funksionarëve të cilët momentalisht janë udhëheq nëpër institucionet e shtetit, janë shumica të moshës së re, të mesme, bile kemi edhe 5 deri në 6 të ri të cilët janë të moshës në 29 vjeç që i përkasin grup moshës së ri. Pastaj te pjesa e kabineteve të atyre dhe të gjithë funksionarëve të vlenit janë të ri të cilët praktikisht po marrin përvojën e nevojshme që në të ardhmen t'i udhëheqin ato institucione me dije dhe me një besim më të lartë ndaj atyre institucioneve dhe për të punuar më mirë për qytetarët. E përfundove? Po. Partijës të cilës ti e takon nuk është parti e re. Është koalicion i disa individëve, disa qyteteve që janë thirrur me një kauz të rreshëm, me një opozitë artificiale, e cila sot mundohet të na shitet si e re. Në qoftë se mendon se 20 vitet e kaluara ka qenë keq, ka qenë po nga këta njerëz, nuk është se këto janë të ri. Shikoj gjithë secilin lider të 20 vitet e fundit që na përfaqësoi. Në qoftë se do me emra të them, janë të njëjtët elita që sillen vërdall herë ministër, herë kryetar partije, herë kryetar komune, herë drejtor. Nuk ka figura të reja. Edhe ato figura të reja që ka, nuk thënë që nuk ka, tek tuk, në për disa institucione, janë të kapa, nuk ndëgjohet zëri tyre, nuk implementohet politikbërja e tyre dhe veprimtaria e tyre e dur deri tek përmirësimi i jetës së qytetarëve. Ata janë të kapur, janë në presion nga pajtohem me këtë që po e thuti. Unë të dëgjova, të lutem dëgjova, unë për shumë korrektësi të dëgjova. Unë kam këtë bindje, pastaj ti elaboroj bindjen tënde. Unë mendoj edhe kam bindjen e thellë se këta të rinj që janë të kyçur nëpër institucione nuk kanë zë, po të kishin zë, nuk ishte kjo gjendje kaotike që çdo ditë më shumë në përkëmbëzat e mes njëri tjetrit, por na shpirin në situata të palakmueshme. Na u kanë bërë ka 3-14 parti. Çdo mahall një parti në vete. 200.000 banor, 200.000 trup elektoral ka shqiptarë dhe Maqedoni, ne kemi 3-14 parti. Pse? Se që kanë shumë mendim hapur, se që kanë shumë ide të përparuara. Nuk të lutem, kjo është mendoj unë qesharake. A e përfundove? Sa i përket pjesës që jemi duke folë për lider mahallësh, ata lider mahallësh me atë kauz që ti e quajte të pa bazë, i kanë fitu 107.000 vota të shqiptarve, cilë thave ti 200.000 jemi truk votus. Sa i përket pjesës se ata të ri në për institucione nuk po veprojnë mirë, i ke rezultatet konkrete, cilët ata të ri po punojnë në për institucionet e tyre ku po ju theqin për të mirën e qytetarëve. Është ende herët dhe jemi ende që një vit në qeveri. Shkopin magjik as nuk e kemi premtu, as nuk e kemi. Por që kjo qeveri është ndryshe nga qeverit në të kaluarën, sidomos në përfaqësimin e të rinjve në vendimarrje, kjo është fakti pa mohueshëm. Mirë, do vazhdoj me Bujarin për t'i dhënë hapësirën edhe këtij, sigurisht gjatë emisionit do të kemi mundësi të debatojmë gjëra gjatë në lidhje me këto teza. Bujar, kjo Armënori tha se kjo qeveri dallon nga qeverit paraprake përsa i përket qasjes ndaj të rinjve. Si e komenton këtë? Shikon, në partinë tonë vendimit janë gjithmonë të fokusuara tek e mira e qytetarëve. Ajo që dua të theksoj është se në momentin që flasin të rinjt, tek neve në Bashkimin Demokratik për Integrim ato dëgjohen. Ne gjithmonë kemi pasur hapësirë për të sjellë ide, për të propozuar nisma konkrete dhe këto janë marrë parasysh gjithmonë. Deri tani nuk kam pasur përvoja ku të ndihesha i detyruar të hesh apo të bëj diçka. Përkundrazi gjithmonë kur kam pasur qëndrim të qartë, ai është respektuar sepse po flas për në degën ku unë jam, në degën e Butelit, ku gjithmonë kryetari i degës son, zotëri Muharrem Hasani, gjithmonë jo vetëm mua, por të gjithë të rinj, u respekton mendimet dhe idetë dhe kjo tregon se në strukturën ku unë jam pjesë, mendimi ndryshe nuk është frikë, por është një burim force. Po? Se për bjen që jam të ndërlidh shumë, po... Jo, jemi në debat të hapur edhe mendoj që duhet të flasim. Sa i përket se sa dëgjohet zëri i rive në Bashkimin Demokratik për Integrim, unë kam qenë vetë kam qenë pjesëtari atij subjekti, 2 vitet e para të karrierës time
ta quajmë karrierë politike dhe e di se shumë mirë se si përdoret rinia dhe se si shfrytëzohet vetëm si dekor. Kemi qenë forum rinor i cili kemi bërë shumë ndryshime dhe në fund të fundit jemi shpërbly vetëm me 2 pozicione. Në atë kohë ka qenë agjensioni për rini dhe sport, kemi pasur zëvendës drejtorin në atë agjension dhe e dyta ka qenë kryetari i Këshillit të Komunës së Çajirit, edhe ajo fal Izet Mexhitit, i cili na ka përkrah neve si rini, dhe Jetmir Hasani, nën kryetari i Bashkimit Demokratik, Forumit Rinor të Bashkimit Demokratik, në atë kohë u bë kryetari i Këshillit. Bashkimi Demokratik për integrim për mendimin tim ka nevojë të reformohet thellë, sidomos në pjesën e Forumit Rinor, nëse e marrmi strukturën udhëheqëse të Forumit Rinor, ende kryetari i Forumit Rinor është mbi moshën 30 vjeç. Dhe kjo është e pa kuptim se si mund të funksionojë ose si mund të dëgjohet zëri një njeriu kur kryetarin e forumit e ke mbi moshën 30 vjeçare. Ersan, Mendoj se e ke gabim dhe vetëm të t'informoj se Bashkimi Demokratik për Integrim për mua nuk është vetëm një parti politike, por Bashkimi Demokratik është një akademi politike si i të rinjve, po nga i Forum Rinor ka dalë kryetari jot, i cili është kryeministër i parë tani, ka dalë nga Forumi Rinor. Do me thonë kemi pasur ministra, zëvendës ministra, drejtora dhe udhëheqës institucionesh të cilët pikërisht kanë dalë nga Forumi Rinor i Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kjo nuk është retorik, por është fakti gjallë, do me thonë. Kjo çfarë po e thu tani, për mendimin tim është pak utopike, se nëse kishte qenë aq e mirë edhe akademi politike e cila e vlerëson punën, atëherë nuk ishte ndashun që kryetari im tashmë të largohet nga ai subjekt politik, edhe kryetari im de facto i Forumit Rinor Çajirit në atë kohë tash shefi kabinetit të kryetarit ose zëvendës kryeministrit të parë të largohet nga ai subjekt politik. Nëse neve si të rinj na ishte ndëgjuar zëri dhe na ishte dhënë hapësira që ne të funksionojmë me ide inovative dhe politika inovative, ti implikojmë brenda atij subjekti, atëherë nuk do të ishmi sot këtu kundër, po do të ishmi ndoshta edhe bashkë. Por problemi kryesor që tangon BDI-n është pjesa e reformimit. BDI-a duhet thellësisht të reformohet nga sindromi SRMN. Ajo po e distancon nga rinia dhe po e distancon nga qytetari, nga zëri i vërtet. Po e shtyn drejt asaj që të përdoret zëri i qytetarëve, të keq përdoret për interesat të disa individëve të cilët janë mësuar që 22 vite të jenë në karika të udhëheqjes. Pikë së pari, ti thuash njëri tjetrit, ti do reformohesh, besoj se është çudi e madhe. Pse mendon është? Po edhe njëherë po të nësoj. Këta lider aktual, të gjithë, 25 vite janë në skenjë. 20 vite lideri që e përmendi kanë qëndru bashkë me Bashkimin Demokratik. Po edhe lideri i Bashkimit Demokratik, 25 vite është në krye gjitha proceseve. Ka përgjegjësi. Nëse flasim për reformim thellë, nëse flasim vetëm për teori e boshe, dallojnë të dy situata. Reformimi i thellë nuk është edhe njerë po potencoj një figurë politike të çarkulloj nga një tabor tjetër. Prej vitit 2015-2016 deri në sot, kam fakte për këto që po them. Shikoni lëvizjet e partive politike. Një parti politike brenda vitit çarkullon herë në qeveri, herë në opozit, herë në qeveri, herë në opozit. Por çfarë parime po flasim? Për çfarë parime po thurim këtu elozhe? Për çfarë kauze? Për çfarë ideologjie? Ideologji apetiteve personale? Përfitim personal direkt liderave? Ade, më thoni nëse e kam gabim partitë politike, mirë alternativën, Besan, Aleancën, LDN, BDI, që nuk kanë qeverisur bashkë. A kanë përgjithësi? A themi se ne si shqiptar nuk është gjendja e mirë? Kemi probleme në shëndetësi, kemi probleme në arsim, i kemi gjykatat prokurorinë e korruptuar. Kush e mundsoi këtë gjendje kaotike? Këta lider, kjo klasë politike, kjo elitë politike, nuk e përfaqëson zërin e të rinjve. Votat mirën, e dim si mirën, e dim si përfundon një proces zgjedhor. Por ama të thuar se një fraksion apo tjetër mbet vërtet na qenë ka reformuar dhe sot pas ka ndryshuar ai dhe do të vendosti ta ndëgjoj zërin e të rinjve. Mos në të lutem, mos se jetojmë me një vend vogël ku i shohim ndodhit, i shohim aktivitetet. Nuk kalon ajo aq lehtë. Për neve që jemi jashtë skenës politike, që i shohim gjërat, pa
ngjyrime politike. Besoj se mundohemi të shohim drejt. Kjo që thot bujari apo thot kolegu tjetër, besoj unë nuk zën vend. Mirë. Do të kemi hapësirë në debat, besoj që me ja u shpjegu me praktik se ku janë avancimet tona në aspektin e politikave rinore, prandaj që... Mirë, kur jemi të ndryshime, realisht do të kisha një pyetje për të dytë, se çfarë ndryshime konkret do të ndodhte në politik, po t'u jepnin dorën e lirë për 6 muaj, çfarë do të bëni? Po të më jepte mundësia që për 6 muaj nëse të kisha dorët e lirë, do kisha bërë punësim për të rinjt përmes fondeve speciale të startupeve, meritokraci në çdo institucion, praktika reale në për universitete për të rinjt dhe shërbimet të thjeshtësuara digjitale për qytetarët e vendit. Sipas mendimit tim, ajo që ka i nevojitet konkretisht rinis sot në vendin ton, janë 2 pika kryesore, ajo e arsimit cilësor, e cila duhet ngritet, duhet ndryshohet forma e zhvillimit procesit arsimor qysh nga 8 vjeçarja, shkolla e mesme dhe do me thonë arsimi i lartë. Tek pjesa tjetër se çfarë do ndërmerja unë, duke marrë parasysh se ne si shtet jemi shtet i vogël me 2 milion dhe kemi atë shumë administratorë në për institucione shtetërore, mendoj që duhet të ndërmarrim një masa të reja të sigurisë në sektorin privat për të punësuarit të rinj, apo qoftë edhe të moshës më të madhe, të kenë siguri më të lartë dhe të mos mund të i largojnë nga puna aq lehtë. Të kenë siguri që të rriten dhe të zhvillohen që nga sektori privat, pasi që e dim edhe në bazë të pagave, sektori privat është më i lartë se i shtetit, ajo që ka i duhet të riu në fund të ditës, i duhen mjetet që të zhvillohet dhe të jetoj sa më mirë. Prandaj, në qofse 6 muaj do të kisha dorën e hekur dhe do të vendosja unë, do të bëja ndryshime edhe do të vëja në praktik ligje më të fuqishme që i mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin privat. Po, Fatan, çfarë mendon se... Vetëm një pyetje e kam, Ersan, për bashkëbiseduesit. Në vitin 2020 është miratuar një ligj për të rinjt në kuvend. Është parapar që të krijohen mekanizma mbrojtëse, mekanizma funksionale në kuadër të këshillave komunal me bashkëpjesmarrë të rinjve për të mbrojtur interesat e tyre. Pse jo edhe në nivel nacional? Në këta komuna që udhëheqën të dyja palët, prej komunës së Likovës deri në Struk, a mundën të më tregoni se cila prej këtyre komunave e ka implementuar këtë ligj? Nëse flasim për përfaqësimin e të rinjve, për ndëgjimin e të rinjve. Vetëm tregoni prej komunës së Likovës deri në Struk, nëse keni njohuri apo keni statistika se a janë implementuar ky këshill apo jo. Me sa kam informata unë, janë 2 këshille të formuluara deri tash, është në komunën e Bogovinës edhe në komunën e Gostivarit, që janë funksionale. Sa i përket komunës së Çajirit, ne jemi munduar shumë bashkë me kryetarin e këshillit që paraceka Jetmir Hasanin që ta themelojmë këtë këshill, mirë po për shkak të buxhetit të shkurtuar në vitet e kaluara, ka qenë e pamundur që të implementohet ai këshill. Kemi punuar me organizata jo qeveritare të cilat janë të pakta në Çajir, nuk kemi shumë, sepse nuk mundet ai këshill rinor në komunë të menaxhohet vetëm nga forume rinore të partive politike. Është e pakuptimta ajo formë e funksionimit. Jemi munduar shumë dhe kemi paraqitur planin se si duhet të funksionojë. Besoj dhe shpresoj që brenda vitit 2025 do të arrijmë ta bëjmë një konkluz. Mirë po, sa i përket të kaluarës, me atë sa kam informata unë si një i ri, është forma e buxhetit e cila ndahet nga pushteti qendror në pushtetin lokal, ka qenë e pamundur që të implementohet ai këshill. Prej vitit 2020 deri në vitin 2025 janë 5 vite. Vetëm ta dëgjojmë edhe shkurt do të them. 5 vite janë. Çdo vit ka plan program për menaxhimin e buxhetit. Qoftë aspektin nacional, në kuadër pushtetit qendror, qoftë pushtetit lokal. Nëse më thoni tash mua se nuk kemi arritur të dislokojmë disa fonde për përfaqësimin, sa do kudo që është simbolik. Çfarë ideologji ose çfarë politike ne po flasim? Është shumë e thjeshtë Bersa? 5 vite. Po këta njerëz kanë qenë edhe në 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 në për pushtete. S'kam qenë unë as ti. Nëse flasim për një simbolik që nuk kanë arritur ta realizojnë,
po ku janë problematika tjera që na tangojnë neve. Buja, Tash Frik ka themeluar komuna e Likovës, domethënë qendër për të rinj dhe këshillin rinor. Po unë desha të bashkëbiseduesit tim pari më vjen keq që gjendet në një situatë të palakmueshme, sepse nuk duhet të jetë këtu ku gjendet, sepse mundet më shumë. Por i është kufizuar mundësia e tij, sepse ende në disa dokumente të FRBDI-s, si zëvendës antar i Këshillit Rinor Lokal në qytetin e Shkupit, dhe se mundësia i është dhënë kur ishte tek neve, dhe se vlerësohet kapaciteti dhe idetë që ka ndonjë i ri në BDI. Pasi është ashtu që e quan vetën kryetar apo shef i të rinjve në Çajir, së parim mos të keq kuptojnë të rinj të tjerë. Jo, unë jam aktivist. Si vjen sikur përfaqësuesi i Vlenit dhe përgjigjet i jep në drejtim apo në drejtim vetëm të rinjisë të LD-s. Pastaj që në fillim ato filluan me mashtrime nga themelet e rinjës, nga rrjetet sociale, duke përdorur faqen zyrtare të FRBDI-s në Çajir, sepse në botele as që kanë parti ose të rinj, por në BDI ju jepet mundësia çdo herë dhe ka mjaftuar vullneti dhe motivi për të marrur atë. Po pyes pasi ku gjendet, po duhet ta pyes armërorin, ku gjendet ligji për politika rinore i implementuar në kuadër të komunës së Çajirit, eventualisht qytetit të Shkupit, sepse në komunën e Butelit as që ka ndonjë të ri. Kush është përfaqësuesi i të rinjve në komunën e Çajirit që mund t'i dëgjon hallet dhe dertet dhe idetë të rinjve, edhe ato ku mund t'i dëgjoni kur nuk është themeluar ende zyra për të rinj që parashel ligjit së bashku me themelimin e Këshillit Rinor Lokal. Po, sigurisht. Sa i përket pjesës që kam qenë nën zëvendës antar i Këshillit Rinor të qytetit Shkupit, po, në kuadër të atëhershëm të Bashkimit Demokratik për Integrim, mirë po unë duhet... Po ju ende konfiguroni si antar në qytet të Shkupit, pse nuk tërhiqeni atë? Nuk është marrë asnjë iniciativë, as nuk e di që ekziston më ai këshill, se prej themelimit as nuk është kriju kryesia e atij këshillit. Sa i përket kësaj pjesës, sa i përket pjesës tjetër se si funksionoj unë, gjithë ata që më njohin e dinë që unë jam aktivist i politikave rinore, brenda subjektit LD, i cili përbën pjesën e koalicionit Vlen, tashmë jemi në shkrirje sipër duke u bërë një parti Vlen. Tek pjesa se si në Çajir ndëgjohet zëri i të rive, kemi disa forma që ndëgjojmë zërin e të rive. Pjesa e kabinetit të kryetarit të komunës së Çajirit përbën një antar i cili është këshilltar për rinin dhe i cili është i angazhuar që të bëjë takime me rinin. Tek pjesa e dytë, Jetmir Hasani, kryetari i këshillit të komunës së Çajirit, ka takime të vazhdueshme me rinin. Sa i përket informatave tjera, ne kemi edhe një qendër rinore, e cila e dini edhe ju, YCCC, e cila është e hapur dhe është me buxhetin e komunës së Çajirit, mirë po menaxhohet në suazat të USAID-it deri tash nuk e dim se si kemi me funksionu. Sa i përket tjetrës se ne si partisë çfarë kemi bërë për ta ndëgjuar zërin e të riut, ne kemi hapur një qendër rinore, Doku Youth Space, ku vazhdimisht, jo vetëm në kampanja zgjedhore siç kanë bërë partitë në të kaluarën, por gjatë secilës kohë është hapur për të rinjt për t'i dëgjuar hallet edhe dertet e tyre nga gjitha fushat e ndryshme që ata vinë. Dhe nuk ka nevojë që ai i ri që vjen na i adreson hallet të nxjiroset politikisht siç ka ndodhur në të kaluarën. Ne jemi të hapur të dëgjojmë vetëm zërin e rinisë, që të jemi zëri i tyre në politikë. Me ato mekanizma që i ka, të lutem ta përfundoj. YCC është themeluar nga drejtori i MEPS ose atko nga USAID-i. Po çfarë ka lidhje nëse i shërben interesi qytetarëve se nga kush është themelu? Po ju keni premtuar se do hapni dhe do themeloni qendra rinore. Po, qendrën rinore e ke. Pjesa se çka dëshirojmë ne me bë, edhe ne kërkesa jon deri te kryetari i Çajirit, që nuk qëndrojmë vetëm dekor, por kemi konkresa reale deri edhe tek funksionarët tonë, është që ajo qendër është e pamjaftueshme që ti plotësoj kapacitetet që i nevojiten Çajirit. Dhe ne jemi duke diskutuar non-stop që të arrijmë zgjidhje për të arrijmë deri në zgjidhjen e këtij problemi. Lutem më trego kjo Doku, a është qendër e të rinjve apo është shtabi i lëvizjet vendosje nga Kosova apo çfarë është? Apo është shtab politik? Është qendër. Ta kemi të qartë, se unë kam pas që aty janë bajt edhe
edhe mbledhen nga lëvizja vetëvendosje. Themelimi i lëvizjes vetëvendosje është bërë aty. Ka pas periudha të caktuara ku aktiviteti i Dokut ka qenë i ngrim, është e vërtet, një muaj, ku Doku nuk ka funksionu dhe ne si tri nuk kemi marrë pjesë në hapjen e atij shtabi ose në ndihmesën për menaxhimin e atij shtabi. Doku Youth Space funksionon si organizat, jo organizat, si hapësirë rinore, e cila është e hapur për secilin tri, ku i mundsohet diskutimi, promovimi i idejave, përpunimi i idejave, se çfarë ka plan ai në të ardhmen me bë me jetën e vet. Ajo është qëllimi kryesor i Dokut. Dhe çka mundet politika, ne si politikan, në të ardhmen kërkesat e atyve si mund t'i zbatojmë dhe çfarë mund t'ju ndihmojmë që t'i shtyjmë përpara. Kjo iniciativë inovative për ndëgjimin e të rinjeve nuk është ndodhur, nuk ka ndodhur, nuk besoj as në Ballkan ndonjëkund. Është për herë të parë ka ndodhur inovacion tek ne. Ne kemi pas edhe pjesëtarë që kanë ardhur nga Bashkimi Demokratik për integrim aty. Kemi pas shoqëri, kanë ardhur, kemi diskutuar, kemi pas debate të ndryshme. Kanë qenë LGBTI-s, thua? Po, pse ajo funksionon sikur organizatje qeveritare. Ju lutem mos më shtini me përdor me emra se mbi se 5 ose 6 antar që kanë qenë pjesëtarë edhe janë ende ndoshta pjesëtarë të forumit rinor të BDI-s. Janë pjesëtarë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Janë, nuk ka nevojë mi përdor me emra. Të lutem ta mojna nivelin e debatit, po ka pasur edhe nga partitë e tjera, konkretisht nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që ka ardhur aty. Po, çka ka pasur nga ajo? Nga ajo ka pasur mesazhi. Ka pasur mesazhi që kanë thonë mos shkoni aty. Edhe ata trit mu kanë adresuar mua dhe shokëve të mi që ne nuk mundemi me ardhmë aty. Për arsye se partia nuk i lejon. Qëllimi jon ka qenë bipartiak. Edhe është ende bipartiak. Edhe forma e funksionimit Dokut, për secilin antar që dëshiron të vjen në Doku, është bipartiak. Por që shfrytëzohet edhe për aktivitete partijake. Kur kemi aktivitete partijake, kemi forumin rinor të Vlenit tashmë, atëherë kemi pas televizjes demokratike, edhe ato mbledhjet ose aktivitetet partijake i bojna vetëm me antarët e forumit rinor, jo me masën tjetër e cila nuk do në mu përfshi në politikë. Mirë, keti shka përqëtuar dhe do vazhdojmë në një temë tjetër. Do të kisha dashur të di se a ka hapësirë për kritikë ndaj leadershipit, ndaj strukturës më të lartë të partisë suaj dhe sa realisht ndikoni në proceset e vendimarrjes, zoti Soki? Shiko, sot shumë tri janë të zhgënjur, po unë besoj fuqishëm që pa përkushtim, pa sakrifisë dhe pa përgjegjësi, nuk mund të ketë ndryshim të qëndrueshëm as për individin dhe as për shoqërinë. Si të rinj ne duhet ta pranojmë këtë realitet, por në njëkohësisht duhet të jemi zëri i ndryshimit. Ne nuk mund të rrim anash e të presim që dikush tjetër të përmirësoj sistemin. Angazhimi politik i përgjithshëm është një mënyrë për të treguar se politika nuk është vetëm interes, është edhe mundësi për të ndërtuar barzim të brezin. A shprehni kritika brenda partisë suaj dhe sa ato kritika pranohen? Nuk e di, a e kuptova mirë pyetjen. Po në partinë tonë, do më thonë gjithmonë ne jemi të lirë të shfaqim mendimet tona, na përkrahin. Po, sigurisht. Sa i përket hapësirës për të diskutu të shirat ose kërkesat tona, po flas konkretisht tash për Vlenin dhe funksionimin e Vlenit, mendoj që kemi shumë qartë se sa na dëgjohet zëri jonë ose kur nuk na dëgjohet se si vepron. Rastin e fundit e kemi me Ylka Nuredinin, kryetaren e Frashit, e cila me gjysmën e strukturës udhëheqësit kryesisë së Frashit për veprime të gabuara të një individi nuk u largua nga ideologjia që ajo e mendon që është e mirë. Dhe qëndrojmë brenda koalicionit Vlen, qëndrojmë brenda departamentit të rinis Vlen. Sa i përket se si dëgjohemi ne tek liderët ose tek leadershipi, mundem me thonë që kontaktin me liderët ne kemi të drejt për drejt. Asnjëherë si të rinj nuk kemi pasur kontakt anësor ose dytësor për të arritur deri tek lideri, në gjitha rastet e kemi kontaktin direkt. Sa i përket funksionimit të momentalisht, ne jemi në krijimin e shtabit të Vlenit,
shtab jo politik deri në fillimin e kampanjës zgjedhore. Kemi sektor të rinjeve, sektori i rinis, ku përbëhet prej të rinjeve nga 4 partit, cilat po mendojmë të shkrijemi, dhe në çdo sektor tjetër i cili është brenda atij shtabit, kemi të paktën nga një të ri të kyçur brenda sektoreve. Sa i përket se na dëgjohet zëri, mund ta them se nëse e sheh se sa ne jemi të përfaqësuar në kabinetet të ministrave ose të funksionarëve tonë, ajo shihet qartë se sa na dëgjohet neve zëri, po mund ta them tash sot këtu para juve se ne jemi duke hartuar edhe planin strategjik për politika inovative rinore në nivel lokal, i cili do të jetë gjithëpërfshirës në gjitha komunat ku do të kandidoj Vleni, dhe për pak ditë besoj do ta keni në media dhe do ta zyrtarizojmë atë lajm dhe do ta shihni se sa të fokusuar dhe sa na dëgjohet zërin jon në brenda partisë. Fatona, ka rastisur ndonjëherë që ndonjë i ri në parti politike të shprehet haptas për qëndrimet e tij kritike, qoftë për të jetë kritik për proceset brenda partijake, por qoftë të jetë kritik ndaj politikave në nivel lokal dhe në nivel nacional. Pikë së parë, Ersan, besoj unë kanë bindjen se këta lider aktual të gjithë politikën e tyre e kanë të rrajshme. Nuk kanë kaos, nuk kanë ide. Pse po e them këtë? Çdo manovrim politik i njërës palë prej një tabori në një tabor tjetër, brenda ditës është etiketuar me epitete si tradhtari, i shituri, ky aj, e brenda natës kur ka kaluar po të i njëjti tabor, është bërë patriotët atetare. E përmeni një rast, një aktiviste politike. Po e njëjtë aktiviste, kur është tërhequr prej një bloku në blokun tjetër, në opinion është parë se si një triumfuese, si një zë kritik. Për së dytë herë kur e bën të njëjtin veprim, shikoj se linçohet nga po të njëjtën njerëz që deri dje ka pas bashkëpartijak. Kjo është mendimi kritik. Kjo është ajo masa të cilët partitë politike e kanë të ngulitur thellë në esencë të këto. Nuk mund të ndryshojnë Ersan. Janë pjek me këtë mentalitet. 25 vite funksionojnë me këtë mentalitet. Nuk mund të dikush mund të më bindë ose dikon tjetër, jashtë studios, se gjoja se tash kemi filluar të ndryshojnë, të ndëgjohet zëri kritik. Për çfarë zëri kritik po bëhet fjalë? Tash e kam një pyetje konkrete për bashkëbiseduesen. Është në koalicionin Vlen. Liderët e këtij kanë premtuar para zgjedhjeve, edhe mbas zgjedhjeve, me afate të caktuar në prononcime publike se do realizojnë ndryshimet kushtetuese. Njëri dishte thoshte për 3 muaj, tjetri për 6, tjetri për 9. Ende kësaj dite nuk kemi asnjë hap drejt ndryshimeve kushtetuese. Ne po thirremi në vlera evropiane, a ndryshimet kushtetuese janë çelësi, bazamenti i perspektivës tonë si të rinj tek ne të tre këtu, e gjithë atyre jashtë që na ndëgjojnë. Pyetja më konkrete do të ishte: a kanë ndonjë informat liderët tuaj se çfarë disponimi posedon zotëri Hristian Miskovski për të marrë një hap të caktuar për ndryshimet kushtetuese? A ju kanë informuar liderët ju? A keni, të lutem, a keni pas ju si qasje kundrejt liderëve tuaj? Ti përshpejtoni disa punë, ti caktoni disa dita, disa afate, jo me premtime boshe, me datë, me ditë, me kohë konkrete. Po, në këtë ditë do e realizojmë ndryshimet kushtetuese. Tash do e përgatisim terrenin. Apo ndoshta disponimi i palës tjetër, as që ju pyet juve se kur do realizojmë ndryshimet kushtetuese. E lëre më liderët juaj t'ju informojnë se ku kemi mbritur me atë. Po, edhe një përshfrytëzoj rastin, edhe një pyetje për bojarin. Se Bashkimi Demokratik për Integrim ka nevojë për reformim, absolutisht se edhe bojari dhe gjithë kushin nuk e mohon këtë, besoj se pajtoheni. Por ama, gjatë kohës të cilën janë opozit, a e keni shtjelluar situatën aktuale, politike në vend, pse edhe të kaluarën, se nga përshkojnë këto dukuri politike. Po dhe shumë punë që për gjatë 20 vite qeverisje, nuk ka arritur ti përmbyll Bashkimit Demokratik për Integrim.
punë shumë kyçe. Si do mendoni ti reflektoheni atyre punëve? E njëra ndërto është zyrtarizimi plot i gjuhës shqipe. Ersan 25 vite këta njerëz sa na premtojnë premtime boshe se sot e realizojmë, nesër do realizojmë. Tash e kemi avancimin, nesër cënohen në gjykatën kushtetuese gjuha shqipe. Çfarë gjendje jemi ne? Po për përfaqësimin adekuat, lisht veçantë të shqiptarëve të rinjve në institucione. Po për zgjidhjen e statusit të ish ushtarëve të UÇK-s, 25 vite njëjta garniturë. Për çfarë po flasim ne? Për teori boshe? Flasim, nuk është problem. Një ditë, një javë, një muaj, por nuk arrim askundi. Kjo luftë, kjo politikë duhet të ndërtohet bashkarisht mes dyja palëve, kundrejt palës tjetër. Armiku joni përbashkët është shteti, nuk janë partitë politike. Tatë njëjtit dinë të bashkëpunojnë brenda natës me njëri tjetrin, kur bëhen fjalë interesat e tyre personale. Por nuk janë gjendje të mblidhen, të dakordohen për disa pika dhe të themi stop zotërisë të nderuar, i cili natë e ditë atakon shqiptarët me nënçmime, me përbuzje, me lënçmime. Kush është ai të na tregojë ne se a do flasim shqip në kuvend ajo, me deklaratën e sotit. Sot ish më lart se sot. Edhe një herë citoj, nëse drejtori flet shqip dhe nuk flet maqedonisht në kuvend, do shkarkohet. Po i njëjti para disa natëve, ministri Stojković, po të njëjtën deklaratë, do e shkarkoj, thatë njëni të bindur. U shkarku? A vetë lutem, kjo politikë, të lutem, nuk e përfundova. Kjo politikë agresive e vëmëros kundrejt shqiptarëve, nuk potencoj parti politike, është kundrejt shqiptarëve, ju lutem, nuk duhet kaloj atë çlejt. Shqiptarët kanë kaluar në për 2 etapa shumë të rëndësishme. Etapa para dhe pas luftës së 2001-shit. Po mendoj unë, etapa e dytë është para dhe mbas 2020-s. Mos mendoj askush prej palës tjetër se shqiptarët janë të njëjtë dhe do e dorojnë përbuzjen në çmimin e kohës së regjimit të Nikola Gruevskit bashkë me Sacha Malkovën. Asnjëherë nuk do e lejojmë të thejet ajo ditë. Por ama këto dy palët, dy frontet, dy koalicione duhet të janë vendishëm. Këto janë gjeneza e problemeve tona. Ti lejojmë të japim përgjigjen. Pyetja për Arnorin ishte? Te pjesa e eurointegrimeve ndryshimeve kushtetuese, sa i përket ndryshimeve kushtetuese, kisha propozu këto pyetje direkte me çullat e kryetarit, po mirë që ma adresove edhe mua si pyetje në momentin që kom e pyet, kom e tregu, edhe pse. Se ke pyet ende? Jo, nuk e kom pyet sepse ju më kanë fokusuar te politikat rinore dhe avancimi i politikave rinore. Ndoshta është gabimi im, e pranoj publikisht, nuk është problem. Po te pjesa tjetër se ata bëjnë pazare brenda natës, deshta veç me ta bani strukturë shumë thjesht prej në themelimin e vlenit. Në momentin e kyçjes së Bejsës në Vlen, në momentin e kyçjes së Alternativës në Vlen, në momentin e kyçjes së ASH-s në Vlen, para zgjedhjeve lokale, para zgjedhjeve të përgjithshme dhe në momentin pas zgjedhjeve. Shiko vetëm pak mirë se kush ka dalë e kush ka hyrë. Nëse ka dalë dikush, a ka hyrë. Që aty është problemi. Në momentin që kyçet Bejsa, Arjaniti me disa tjerë nuk kyçet. Në momentin që kyçet Alternativa, zotri Zejdi nuk kyçet. Ka pazare. Por derisa ka konfrontimet dyja pale, ekziston një pazar, i cili nuk arritet të përbushet. Nëse flasmi për pazar, edhe unë kisha mujt me thënë deri në vitin 2026 do të bëhen ndryshimet kushtetuese. Unë u bëna i sinqert me ty, të tregova dhe të thash në momentin që do e marr përgjigjen, do ta bëj publike edhe ty, po edhe në gjitha mediat që mundem me bë publike. Unë po tregoj, nuk ka pazare, po fulasim me fakte. Gjitha digasteret të cilat kanë qenë në udhëheqje nga sistemi kaluar, janë duke u vysh nga Vleni dhe janë duke u largu nga Vleni. Askush tjetër nuk po hyn në Vlen. Vetëm ato... Nuk është esenca aty, nuk është poenta. Të lutem, unë shumë isha i qartë. Lufta edhe njerë nuk është mes meje, teje dhe bujare. Lufta e vërtet është me palën tjetër. Shtetin e kanë marrë VMRO DPMN-ja. Pik. Ne si shqiptar duhet të bëhemi bashkë. Me një tavullin të rrumbullakët, kësisoj, të gjithë liderit tanë, të uli me zorë, a flasin për zë kritik brenda partive, të rinjve, ulin i me zorë në tavullin, të krijojnë disa pikat përbashkëta, e kam thënë edhe merret në një mision të caktuar. Pikat të cilat duhet i përmbahen para se të futen në qeveri.
Nuk bëjmë qeveri me asnjë palë Maqedone, cila do koftë, nëse nuk realizojnë me afat caktuar me ditë dhe datë ndryshimet kushtetuese. A ka vlerë më të madhe për ne të rinj se sa integrimin në Bashkimin Evropian? Shqipëria shiko ku ka mbërritur. Ne Maqedonia kemi mbetur si jetima këto. Për fajt të kujt duhet të adresohet gishti, duhet të adresohen problemet. Po, ta lejojmë. Arnold, mbarove? Vazhdojmë debatin. Shumë tema po hapen dhe asnjë nuk po përfundohet, nuk besoj që është konstruktive edhe para mediave, edhe para shikuesit. Bujar, sa i përket pyetjes së Fatonit për reformimet në Bashkimin Demokratik për Integrim, ne vetëm se kemi filluar reformimin në gjitha strukturat e forumeve rinore, ndërsa në nivel më lart, në nivel qendror, do të mbahet kongresi, por situata nuk na lejonte. Dhe shpresoj që deri në zgjedhje apo pas zgjedhjeve lokale do ta mbajmë kongresin për reformimi i BDI-s është më së nevojshëm. Kjo garniturë politike e përfaqësuar në deputet në kuvend janë garniturën e vjetër, nuk janë zëri rinis. Po nuk mundesh me thonë reformim vetëm më fal që të lutem, po. Me bujarën e kam. Okej. Nuk është zëri rinis. I njëjti kryeministër, edhe njerë po e potencoj, në kuvend para ca muajve del dhe thot në bashkëbisedim, në konfrontim direkt me njërin prej deputetëve tuaj, thot unë jam ligji këtu. Bukfalisht thot unë jam ligji këtu. 20 ca deputet shqiptari kemi në kuvend në parlament. As njëri nuk e mor guximin të shkojë te fortoria ta bllokojë spakun me mjete demokratike. Çfarë ligji jeti? Kush je ti drejtoresh një deputeti shqiptar? E në veçanti shqiptarëve përgjithësisht se ti të na çenksh ligji këtu. Do i marrë tha shqiptarët do i ngrej tha për veshje. Cila shqiptari merr ai ngrej për veshje? 20 ca deputeti kemi shqiptar të gjithë heshtin. Heshtin nuk e di a frigohen, a janë të shantazhuara. Pse e tolerojnë në këtë nivel? E kemi toleruar vetëm një Nikola Gorevski, edhe ata në rrethana, në Suaza komplet tjera. Mos na krijohet një lider tjetër jasisoj. Si kanë ditur bashkëpunëtorët tonë, ndërkombëtarët, ta rrëzojnë atë regjim, edhe këtë regjim e rrëzojnë brenda natës. Faton, ne në kohën e Bashkimit Demokratik për Integrim po flas se ne atëherë ishim në pushtet, tash jemi në opozitë. Ne kemi parë zhvillime konkrete, avancime të shqiptarëve në shumë institucione, ku sot po ndodh degradimi i shqiptarëve. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim kemi bërë projekt madhor, i cili është korridori 8, për të cilin sot këta e marrin si shembull e përdorin, ku deri dje kundërshtonin. Dhe këto janë arritje që ndodhen në fal vizionit të liderit tonë Zotëri Ali Ahmetit dhe politikave që i kanë qëndruar besnike interesit të shqiptarëve për më shumë se 20 vite. Ne hiq më larg se sot, çdo ditë kemi, po sot i kemi pas 3 skandale, domethënë. Ka qenë e para ligji për përfaqësim të drejtë, e cila do të dërgohet në Komisionin e Venecias. E dyta është, nëse flet edhe një herë shqip, do të shkarkohesh, drejtuar drejtorit të inspektoratit të gjuhëve, zotëri Idrizit që është, dhe e treta është nga 22 sportist, asnjë sportist shqiptar nuk vlerësohet nga qeveria. Dhe me thonë, e gjithë kjo vetëm për një ditë. Unë mendoj se kjo duhet të ndalet sa më shpejt. E kemi përfaqësuesin e qeverisë. Te pjesa e korridorit 8, vetë momentalisht jam në kabinetin e zëvendës ministrës të transportit. Dhe po fotografoheni me projektet e BDI-s. Po jo, ato projekte po punohen në kohën tonë. Të cilat i keni kundërshtuar. Nuk e di ç'është keni mujt me bë foto ju në atë kohë kur i keni pas projekte 3D. Në kohën tonë është të punu konkretisht. Jo, në kohën e BDI-s ka filluar ajo. Në cilën pjesë? Pjesa e parë. Cilën segment? Nga Gostivari ku ka filluar. Pjesa e parë ka filluar. 2 bagera. Jo, 2 bagera korridor nuk mundesh me çej. Po, por ju në atë kohë e kundërshtonit. Kush? Ju. Vleni e ka kundërshtuar korridorin 8. Jo, kemi folë që jeni duke keq përdor para kohë korridorin 8, duke hapur propaganda me projekte 3D të promovuara. Në kohën tonë, vetë gjatë vitit 2025 është ndarë buxhet mbi 120 milionë euro për implementimin e këtij projekti. Sa i përket pjesës parë. Te pjesa e Komisionit të Venecias që u ka për pjesën e gjuhës. Nëse Komisioni i Venecias është i keq, atëherë pse ju për ligjin për përfaqësim adekuat. Atëherë pse ju në kohën e juve e keni çu ligjin për gjuhën shqipe në Komisionin e Venecias? Pse keni pas shef me pas ngecje?
Ligji për implementimin e gjuhës shqipe është në Komisionin e Venecës, buja. I dërgum nga ju, jo nga ne. Tek pjesa tjetër nuk flet. Nëse flet edhe njerë shqip largohesh. Në kohën e ju nuk keni pas drejt të flisni, keni nejt mbrapa. Nuk ka drejt sot me fol. Nëse flasim te pjesa e 22, të shohim nëse drejtori edhe një herë, flet ta shohim apo të shohim apo jo. Por sipas ligjit se kam ligjin për përdorimin e gjuhëve të vitit 2019, i cili është sjell nga Bashkimi Demokratik për Integrim, në Maqedoninë e Veriut, funksionarët shqiptar kanë të drejtë të përdorin gjuhën shqipe për fshirë paraqitjet para mediave. Dhe ky ligj e garanton përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare krahas maqedonishtës. Në nivel qendror dhe lokal. Konkretisht, nejni 3 i ligjit thot, parashikon se përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe lejohet në të gjitha institucionet shtetërore dhe paraqitjet publike të zyrtarëve shqiptar. Pra, drejtori i Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, Arsim Idrizi, ka të drejtën të flas para mediave në gjuhën shqipe. Edhe e ka shfrytzuar. Të drejtën Po, e vet. por çfarë i tha sot kryeministri? Dje i tha Stolkoviçi që ka me largu, a u largu për punë. Këto spina. Ama kryeministri çka tha sot? Kryeministri tha se nëse edhe një herë ne e dim shumë mirë formën e funksionimit. Ne e dim shumë mirë formën e funksionimit. Jo, të lutna. Unë e dim shumë mirë formën e funksionimit të BMR-s. Si në kohën kur ka qenë BDI-a, kur ne dy nuk kemi pas as drejt vote. E dim gjitha rastet e montuara të cilat i ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim bashkërisht me BMR-n. Bashkë me liderin e juaj. Bashkë me liderin tonë në atë kohë. Unë po flas për këtë kohë. Në atë kohë lideri jem ka qenë lider lokal, nuk ka qenë lider në suaza qendrore. Kryetari i partisë ka qenë. 2013 vetëm tash ka bëma dam shqiptar. Luta ti përfundoj se i kam pikat e shkruara. Jo, nëse e kam gjethirje për drejtorin e Inspektoratit të Gjuhëve nga këtu sonte, ti them që ruaje burnin, Arsim, mos pranon në shpim se fundja ke folur gjuhën tënde zyrtare, gjuhën tënde amtare. Ligji për përdorimin e gjuhës i kriju nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Mos sa përfundoj tash lutna. Ligji për përdorimin e gjuhës i krijuar dhe i hartuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Pse nuk është implementuar, po është dërguar në Komisionin e Venecias, nëse neve po na sulmoni sot, që pse po i dërgojmë ligjet në Komisionin e Venecias? Pse? Nëse është i keq Komisioni i Venecia. A është mjet i keq? Ju ligjin për balancues na sulmut, ju nuk e keni pas as ligj për balancues, e keni pas vetëm mjet. Ne e hartum, e bëm ligj për fatësim të drejtë dhe adekuat, dhe është në Komisionin e Venecias, në moment që kemi përputhshmëri se duhet të përputhim ligjet me standardet evropiane, nëse dojmë të bëhemi vend i Unionit Evropian, dhe në atë moment do të implikohet. Ju sot dilni thoni Komisioni i Venecias nuk bën, unë e maj men shumë mirë ish funksionar në atë kohë, e kemi dërgu ligjin në Komisionin e Venecias, po e standardizojmë, po e bëjmë në suazat të kërkesave të Unionit Evropian. Kjo është çesharake. Kjo është çesharake kundrejt popullit, nëse ju e kundërshtoni këtë pjesë. Tash te pjesa e 22 punësimeve. Kam ditë që kemi prej këtë temë. Jo, 22 Pasni punësim, pasni punësim. Jo, vetëm Çdo ditë kemi degradim të shqiptarëve. A ka mundësi me ta kryej buja? 12-1. Buja, ta kryej edhe aty kam me tu përgjigj. Veç ta kryej çdo. Është shumë interesant se në fillim të emisionit unë thash do qëndrojmë larg aktualitetit politik. Do flasim për një unë e pa ta drejtën e folë. E pa ta drejtën e fjalës, ta përfundojmë në një ta. Përfundoja se te pjesa e 22 mirënjohjeve, 22 mirënjohjet nga Ministria e Sportit janë nda për veteran të sportit në kuadër të handballit, basketbollit dhe futbollit. Për fat të keq, nga politikat e mira të kaluara në Bashkimin Demokratik për Integrim, kemi pas nuk është Bashkimi Demokratik. Po për veterantë janë nda. A kupton, për veterantë është nda mirënjohje, jo për aktiv sportist. Po mira, nuk ka veteran sportist. Në këto tre fusha, sa i përket, në këto tre fusha, sa i përket sportistëve që kanë marrë mirënjohje në nivel europian nga Maqedonia, shqiptar nuk ka, po kemi në fusha tjera. Kjo nuk është vetëm mas për këta tre llojet sportit, është për gjitha fushat e sportit. Dhëntarë. Mirë, tash veteran unë njoh shumë sportist, futbollist, basketbollist shqiptar. Po nëse kanë marrë medalje europiane, atëherë ishin dekoruar nga qeveria. Ne kemi sportista shqiptar që janë veteran tash në fusha të ndryshme tjera të sportit, të cilat në vazhdim gjatë këtij viti, se është parapon nga Ministria e Sportit, në bashkëpunim me qeverinë, do të dekorohen dhe ata. Qartë. Gjithçka që po bëhet me këtë qeveri, do me thonë, bëhet për të dëmtuar shqiptarët.
shqiptarët nëse deri dje përfaqësonin në pozita kyçe, sot një punësim i thjesht nuk po mund të bëhet nga vlen. Një punësim i thjesht. Tregom që një vit që jeni në qeveri, tregom kur ka pas një konkurs për punësim. Konkurs për punësim? Po, zero. Okej, mundna me folë. Çdo ditë degradim, çdo ditë. 12 palës tjetër, zero shqiptar. Në Tetov, në Gostivar, në Korçov, në Shkup, në tjera të shtetit. Edhe pse mjetin për ndarjen e punësimeve, se nuk e keni bërë liç, keni thënë liç e keni bërë mjet. Po ju e hoqët balancerin, nuk e hoqëm ne. Po balancusin, po prej kur ka nis iniciativa e parë për heqjen e balancusit? A është nis prej ish funksionarit ju, Bujar Osmani, që si mjet i cili nuk po përdoret mirë, me nënshkrimin edhe vulën e atij është. Në kohën e atij, si mjet i cili nuk është duke funksionuar mirë. Si mund të na thush neve, kur ju e keni marrë iniciativën fillestare për largimin e atij mjeti? Shumë mirë që ju ka rënë mend për me largu, se realisht nuk duhet më kanë mjet, duhet më kanë liç. Që ne sot e kemi hartu dhe e kemi çu në Venecia për ta marrë miratimin dhe për ta kthyer në liç. Sa i përket pjesës së punësimeve, edhe pse nuk kemi asnjë mjet ligjor ose liç i cili ta përcakton pjesën se sa shqiptar ose sa maqedon duhet të him, ne jemi garanca e shqiptarëve aty. Dhe sa i përket ndarjes së punësimeve, nuk shkon në baza partijake të ne. Tek ne shkon në përqindje për shqiptarët. 25% sepse ajo nuk është bërë nga Bujar Osmani, por është bërë nga ministri që sot do zgjodh në atë kohë, zotri Azir Aliu. Jo. Azir Aliu ka hartu kërkesën për liç të drejtë adekuat në atë kohë. Nga Bujar Osmani është nisma. Ju lutem merrni informatat edhe e shihni. Ta përfundojmë këtë diskutim, Faton kishte diçka për të shtuar. Dhe pastaj do ndalemi në një temë të fundit dhe ta përmbyllim këtë emisi. Teksa i ndëgjoj këto polemika mes njëri tjetrit, besoj edhe gjithë qytetarët që i ndëgjojnë, jo vetëm në këtë natë, këtë emision, por edhe shumë emisione në të kaluarën, vërtetojnë një gjë. Ende sot e kësaj dite, mbas 25 viteve që nga lufta e 2001-shit, statusi i shqiptarëve, statusi juridik i kushtetues nuk është gjithë. Si mundet të natemohen me njëri tjetrin, cilë do palë, jo ti ke qenë në këtë periudhë, jo liderim nuk ka qenë, jo ka qenë pas saj periudhe, dhe vlasim 25 vite unë në fillim e po të cova kjo garnitur në odhe i qërësan. Për çfarë të arritura ne përflasim? Për arritura minore? Këtu, aty, deri këtu një avancim, një punësim. Lufta e vërtetë dhe njerë për të dhemë, është ta marrim hisen ton që na takon në shtet, jo ta kërkojmë, ta marrim. A janë duke vepruar partitë politike në këtë drejtim? Jo. Gjithë qytetarët që më dëgjojnë, prej administratorëve, në punësve civil, besoj edhe qytetarët të ndonjë, pajtohen me këtë gjë që po e them. Marrëveshja e orit u sjell si rezultat i paqes, jo për ta zgjidhur statusin e shqiptarëve. Mendoni se është Mendoj unë, Ersan. Mendoni se duhet marrëveshje të reja apo çfarë? Këtë dekat të re, absolutisht, na duhet një marrëveshje e re. Mbar kombëtare mes shqiptarëve dhe maqedonëve. Një herë për gjithmonë ti zgjidhim këta probleme, këta pengesa, këta barriera. Lëreni luftën e ulët politike mes njërit tjetrit. Ka kohë për luftë, për ballafaqim idesh, për ballafaqim programesh në kohë zgjedhjesh. Jemi larg zgjedhjeve. Duhet liderët tonë të ulen dhe të konkludojnë një gjë. Marrëveshja e re mes shqiptarëve dhe maqedonëve është e domosdoshme. Nuk vazhdohet si lloj. Nuk vazhdohet çdo herë që im teket një nacionalisti, pse edhe shovinisti. Ndoshta është fjalë tepër shumë. Ersan, nëse dikush tenton ta ndalojë gjuhën tënde anëtare në institucione shtetërore, nëse dikush tër kohën mundohet të bëj gropën mbas shpinës, çfarë mendojnë si ne jemi ne? Jemi vetëm figura, jemi vetëm votues të rëndomt. Marrëveshja e re duhet parashifet. Një herë për gjithmonë, zyrtarizimi i plotë i gjithë shqipe duhet të realizohet. Ndarja proporcionale e buxhetit duhet një herë për gjithmonë hisën tonë prej më shumë se 1 miliard euro që e depozitojmë në shtet. Me remitencat e bashkëkombësve tanë që i diasporës që investojnë këtu në Maqedoni. Me bizneset tona që jemi tatim pagues të rregull në shtet, duhet ta rikthejmë atise. Vettingën
sa i përket aspektit gjyqësor. 1% popullata ka besim te këta gjykatës, te këta prokurorë. Ktu fillon problemi. Pse nuk kanë marrë që sa vite një iniciativë konkrete, me hap konkret, për ta filluar vettingun? Apo mos ndoshta do fillojnë prap pazare ndryshme? Marrëveshja e re, besoj unë, duhet i përfshin pikat kryesore që janë themeli i ekzistencës tonë në këtë shtet. Nëse duan, nëse jo, shikojmë alternativa tjera. Ne kemi shpinën e fortë, ne kemi aleat kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kemi një Shqipëri progresiste e cila çdo ditë më shumë po etablohet nëpër avancime të ndryshme sa i përket hapjes negociatave me Bashkimin Evropian. Kosovën pa ashtu. Çka kujtojnë se këto mund të luajnë trika fëminore me ne? Ka që kisha. Mirë, atëherë jemi në prag të zgjedhjeve lokale. Kisha dashur të di se cila është përgjegjësia juaj në këtë moment politik dhe sa të rinjt do të jenë të përfaqësuar në për kandidaturat në për këshilla lokal, pse jo edhe në kandidaturat për kryetar të komunave, dhe si do të veprojë rinia në këtë fushatë zgjedhore. Momentalisht ne jemi duke hartuar planin strategjik i cili do të sheh përfaqësimin e të rinjeve në nivel lokal, në pushtet lokal, mirë po dëshirojmë të funksionojmë në 3 forma. Forma e parë është ajo generale e cila në të gjitha komunat ku do të garoj vleni, do të kemi pikat e njëjta, në 2 pikat tjera sipas nevojës, në rast se duhet të avancohet ose duhet të rikrijohet. Do me thonë, në atë formë mi duke punu, shtabi i vlenit është promovu, e dini para ca ditësh, si forum rinor ose si departament i rinisë së vlenit, kemi takimet të vazhdueshme dhe jemi pothuajse në fund të formulimit të asaj politike rinore në nivel lokal. Gjatë mund të them brenda muajit do ta keni të ditur komplet plan programin rinor të cilën ne do ta premtojmë edhe do të mundohemi ta implikojmë gjatë mandatit 4 vjeçar në komunat ku vleni do të jetë triumfues. Po bujar, atëherë kemi në prag zgjedhjet lokale, ashtu siç e përmenda, si po përgatitet forumi rinor i Bashkimit Demokratik për Integrim për këto zgjedhje, ka vend për rinin për listat për këshilla lokal dhe pse jo edhe për kandidat për kryetar të komunës. Forumi rinor i Bashkimit Demokratik për Integrim në listat për këshilltar komunal do të ketë një përqindje të madhe të rinjve, ku relativisht do të jenë një shumicë e madhe të rinj, por jo vetëm me numra fitues, por edhe si bartës të listave. Kështu që besoj ashtu si edhe në ciklin e fundit edhe këto zgjedhje do jemi fitues absolut. Mirë. Faton, ti besoj që ke informata i njeh edhe forumet rinore të gjitha partive politike, a mendon se rinia e cila është etabluar në për partitë politike është e denjë për t'i përfaqësuar institucionet, qoftë ato në nivel lokal, por edhe ato në nivel kombëtar? Absolutisht se po. Unë i propozoj edhe bujarin, edhe kolegun për iniciativën e tyre për të futur direkt, konkret, në për partitë të ndryshme politike dhe për të parë për më afër problemet, për nga më afër të zgjidhen problemet. I propozoj edhe njërë, është iniciativë e mirë, edhe shumë të rinj tjerë që e shohin veten, besojnë në këto bindje që i këto të dy përfaqësojnë, le të kyqen. Rinia jonë, besoj tash me 3 universitete këtu në shtet, i kemi mundësit për të etabluar në për skena të ndryshme, qoftë politike, qoftë sportive, edukative të ndryshme, mundësit janë. Hapësira ekziston. Vetëm duhet vullnet, guxim dhe punë konkrete për të qas punëve. Po se sa do të jenë të suksesshëm mbeten për të parë. Sigurisht mbetet për të parë, atëherë unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë, shpresojmë që ky debat jetë edhe një piknisje për të dëgjuar sa më shumë zëri i rinisë. Faleminderit. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Kënaqësi ishte gjithashtu. Atëherë të dashur miq, ja ku mboritëm në fundin e këtij emisioni, por gjithashtu edhe në fundin e këtij sezoni të emisionit tonë. Dua të ndaj me ju një falënderim të thellë që vjen nga zemra. Së pari një duartrokitje e madhe për stafin tim, për ekipin prapa kamerave që me pasion dhe për kushtim e bën të mundur çdo minutë të këtij programi. Pastaj një falënderim i veçantë për të ftuarit tanë të çmuar, përfaqësues të partive politike dhe analistë, të cilët ndanë me ne opinionet e tyre,
shpeshherë sfiduese, duke na ndihmuar të ndriçojmë çdo cep të aktualitetit politik. Ju faleminderit që e bët studion tonë një arenë idesh dhe debatesh të rëndësishme. Dhe në fund, por jo më pak e rëndësishme, një falemnderim i pakufishëm për ju të dashur shikues. Faleminderit që na ndoqët me besnikëri e që u bët pjesë çdo bisede me mesazhet dhe komentet tuaja. Shihemi së shpejti me tema të reja dhe me shumë debat nga unë Ersan Pajaziti. Natën e mirë.